agjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Patrollimit, njësitë policore kanë ndalu një vetur tipit Jugo, ku në të kanë qenë 3 persona. Gjatë kontrollimit të personave, të njëri person është gjetur një thik, kurse të personi dytë është gjetur një qese ku dyshohet për substanca narkotike. Gjithashtu edhe vetura cila ka qenë e vozicit konfiskohet për shkak të hetimeve që bëhen për kontrolin në përgjithshëm.